kanë më uthirë në një tmerr që në men kur që ka rapër. Në një mjerim të pa imagjinueshëm, në një tmerr të pa paramendueshëm, të frikshëm, të tmerrshëm. Allah i ka thirrë në dunjë të vëllezër që zemrat i përulën Allahut azza xal. Ule zemrën për Allahut. Ule zemrën për madhnisë Allahut te barekuhu teala. Ule kokën për atij. Gjynzohu për Allahut xhallahu me të ngritë Allahut te barekuhu teala. Që kjo është oferta e Kuranit, që kjo është s'ka ndasht. I thret pejgamberit me shpëtim, s'dan, do mos do kimu përgjigj. Por pyetja është, cilës thirrje kimi u përgjigj? Cilës dhe në cilën kohë kimi u përgjigj? Shumë do të thonë se ça që janë të tmerruar nga ajo që kanë pa, edhe ça që janë të poshtnuar nga ajo që kanë bë, nuk kanë më pas guximi që usit në atë. Khushane besaru, poshtë apo. Kokën poshtë, nga turpi i madh për Allahut azza xal, kënë kanë më huafë. Çfarë thirrje kanë refuzuar? Çfarë mundësie kanë humb? E Allahu po thotë, ule kokën dunja për Allahun xhallahu ala. Por ule zemrën për Allahun xhallahu ala të ngritit në gjykimit. Mirë, po këtu arrogancë, mendje madhësi, këtu domethënë refuzim, do të vijë kohë kur kemi u përgjigj një thirrsi, por nuk është thirrje për me të nderuar. Fatkeqësisht për shkak se vetë nuk e kanë nderuar. Kur dalin nga varrezat njerëzit, ata që nuk e kanë mësuar kushtin e pestë të imanit të kiametit. S'dena jetë. Idenë se ka që ka me ndodhë, kur njët vetë s'ka një qari në gjallja, s'ka besu, së marrë me këtë qështje, sikur se flutura. Ju i letë, jo me fluturën praverë. Po fluturat në dhëtë lëzërë, a ka orientim në fluturim? Ja, ke po, heksajt. Flutura të në lëzërë fluturime ka të qërientuar. Për asu Allah Gjallu e ka përmen, do të kenë rukëtim të qërientuar, nuk din ka me shku, shkon kësajt. Deri sa, jo jep Allah në rrugavën, jo me jetë o daji, i thret dikush, hajde ka. Kënë më gjeradun mund të shirë, si kurse karkalisit e ka po që bojnë, që shumicë, kur janë njëjtë të ndenë shkojnë, të karkalisit nuk bojnë kështu, e keni po, por e ka njëjtë orientim, edhe këta, grumbull i madhë, mirë po të gjithë me një drejtim. Nuk guxon askush të shmanget shtegut të përcaktuar drejt thirrjes që e dëgjojnë ato. Të nxituar shpejt, jo ka dale. Shiko sot disiplinum këta po dishme konë të edukum, këta po dishme dëgju, po mas kohë e fatkeqësisht. Si kur të kishtë me nxitu hapat, kur Allah thënë të hayya ala sala, eja namaz, hayya ala fala, eja shpëtim, kishtë me hitan në xhenet, me respektin më të madh dhe me nderimet më të mëdha. Po kur Allah i ftonte në shpëtim, nxitonin tjera punë, s'kena kohë, s'kam kohë. E tash nxitojnë muhtaina ila da'i, nxitojnë të përgjigjen çti thirrsi, që po i thret ila shay'in nukur, që po i thret të një çështje të mërshme, shumë e frikshme. Lajmet për ditë gjykimit Allahu i ka përmend në kohën e kaluar. Ato s'ka ndodhë, nëse do të ndodhë të ardhmen, pa e ka përmend kohën e kaluar për faktin se merre këtë punë të kryme, ka marrë fund, s'ka kthim nga që kjo, absolutisht, s'ka ndryshim, që kjo është lajmi i fundit, mas të lajmi s'ka lajme mo. Informacioni i fundit për çka do të ndodhë me neve pas dekës o që kjo, merre seriozisht.